mbi 160.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut jetojnë në Gjermani. Gjermania prej vitesh është kthyer në një nga destinacionet kryesore për qytetarët e Ballkanit që kërkojnë punë, siguri dhe një jetë më të mirë. Por sa janë realisht shtetasit e Maqedonisë së Veriut që jetojnë sot në Gjermani? Sipas të dhënave zyrtare gjermane, mbi 160.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut jetojnë aktualisht në Gjermani. Kjo shifër e rendit Maqedoninë e Veriut mes vendeve me diasporën më të madhe në territorin gjerman. Në këtë video do të flasim me shifra reale dhe do të shpjegojmë se Gjermania mbetet magnet për emigrantët. Çfarë roli luan diaspora maqedonase dhe si ka ndryshuar struktura e emigracionit në vitet e fundit. Sipas regjistrit qendror të huajve të Gjermanisë, AZR, në Gjermani jetojnë 161.024 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Në një vend me mbi 14 milion të huaj, kjo e vendos Maqedoninë në vendin e 22 për nga numri i shtetasve, pas Kinës dhe Iranit dhe përpara Vietnamit. Duke theksuar se këto shifra nuk përfshin personat nga Maqedonia e Veriut që kanë ardhur me pasaporta bullgare, numri real mund të jetë edhe më i lartë. Migrimi nga Maqedonia e Veriut drejt Gjermanisë nuk ka nisur sot, që nga vitet 1960-1970, qytetar nga ish Jugoslavia u punësuan në Gjermani si Gastarbeiter, kryesisht në fabrika, ndërtim dhe në industrinë e rëndë. Pas viteve 90, tranzicioni ekonomik dhe paqëndrueshmëria politike krijuan valë të reja emigrimi. Sot emigrimi nuk është më vetëm për mbijetesë, po për jetesën afatgjatë dhe krijuar një stabilitet familjar. Por ku punojnë maqedonasit në Gjermani? Shtetasit e Maqedonisë së Veriut janë pjesë aktive e tregut gjerman të punës. Ata punojnë kryesisht në shëndetësi dhe kujdes për të moshuarit, në ndërtim dhe industri, transport dhe logjistik, gastronomi e shërbime dhe në profesione teknike ose zanatçi. Gjermania ka mungesë strukturore të fuqisë së punës dhe emigrantët nga Ballkani janë një shtyllë e fortë e ekonomisë gjermane. Maqedonia e Veriut është pjesë e një pranie të fortë ballkanike në Gjermani. Sipas statistikave zyrtare, nga Bullgaria janë mbi 422.000 të ardhur, nga Kroacia mbi 414.000, nga Kosova mbi 322.000 njerëz, nga Serbia 262.000 dhe nga Bosnia tek 246.000. Pra Ballkani është një nga burimet kryesore të emigrimit të fuqisë punëtore drejt Gjermanisë. Një ndryshim historik ka ndodhur pas vitit 2022 për luftën në Ukrainë. Para luftës, rreth 135.000 ukrainas jetonin në Gjermani, por pas luftës ata kanë arritur shifra marramense mbi 1.4 milion. Sot ukrainasit janë grupi i dytë më i madh i të huajve në Gjermani pas turqve, të cilët vazhdojnë të mbeten në krye me rreth 1.52 milion. Kjo tregon se krizat ndërkombëtare ndikojnë drejt për drejt në strukturën e emigracionit në Europë. Në Gjermani sot rreth 16.8% e popullsisë janë shtetas të huaj, prej të cilëve mbi 30% kanë prejardhje emigrante. Kjo e bën Gjermaninë një nga shoqëritë më multikulturore në Europë. Diaspora nga Maqedonia e Veriut kontribuon në ekonomi, në sigurimet shoqërore dhe në stabilitetin e tregut të punës. Pra mbi 160.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut jetojnë aktualisht në Gjermani. Ata nuk janë vetëm numra, por një pjesë aktive e shoqërisë gjermane. Migrimi nga Ballkani drejt Gjermanisë do të vazhdojë, dhe ky vend mbetet një nga shtyllat kryesore të jetesës për të gjithë të ardhurit nga diaspora. Nëse dëshironi të dini më shumë për jetën, ligjet dhe punën në Gjermani, ndiqni kanalin tonë dhe qëndroni të informuar. Për këto arsye, Gjermania prej dekadash mbetet një nga destinacionet kryesore të emigrimit për shumë qytetarë nga Ballkani Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë për shtetasit e Maqedonisë së Veriut.
Të dhënat më të fundit janë zyrtare dhe vijnë nga Regjistri Qendror të Huajve të Gjermanisë, Ausländer Zentralregister (AZR), dhe kjo konfirmon se 161.024 shtetas të Maqedonisë së Veriut jetojnë aktualisht në Gjermani. Ky numër reflekton jo vetëm migrimin e vazhdueshëm ekonomik, por edhe një prani të qëndrueshme, të strukturuar dhe të integruar të komunitetit maqedonas në shoqërinë gjermane. Në një vend ku jetojnë mbi 14 milion shtetas të huaj, shtetasit e Maqedonisë së Veriut renditen të 22-tët për nga numri, me njëherë pas Kinës dhe Iranit dhe përpara vendeve si Vietnami. Ky migrim nga Maqedonia e Veriut drejt Gjermanisë nuk është fenomen i viteve të fundit, por është ndërtuar në valë të ndryshme historike. Së pari ka qenë emigrimi i punëtorëve të viteve 60-70 në kuadër të programit Gastarbeiter. Pa ashtu ka vazhduar emigrimi pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe emigrimi modern i pas viteve 2000 që lidhet ngushtësisht me globalizmin, hapjen e tregjeve dhe mungesën e fuqisë punëtore në Gjermani. Sot, pjesa më e madhe e shtetasve të Maqedonisë së Veriut janë të përfshirë në Gjermani në tregun e punës në sektor të ndryshëm. Për shtetasit e Maqedonisë së Veriut, kjo nënkupton jo vetëm prani numerike, por një rol aktiv në zhvillimin ekonomik të Gjermanisë, ndërkohë që diaspora vazhdon të mbajë lidhje të forta ekonomike dhe familjare me vendin e origjinës.